O biri im, buzëqeshja është më e mirë se sa përdorimi i forcës. Transmetohet nga Muaviu, i biri i Ebi Sufjanit radiallahu anhu, se ati në një rast i kishte ardhur lideri i një fisi nga veriu i Siris, i cili ende nuk ishte betuar për besnikërinë ndaj Muaviut si halif. Bashkë me Muaviun kishte qenë edhe djali i tij Jezidi. Lideri i atij fisi kishte thënë: "O Muavi, debetet tua kanë ikur dhe e kanë kullotur barin në tokën time. Dhe unë pasha Allahu nuk lejoj që debete njerëzve si ti të hyjnë në pronën time dhe të kullosin barin në tokën time. Dije mirë se, nëse ndodh kjo dhe njerë tjetër, unë do t'i therr ato dhe kështu do t'a lëndoj dinjitetin tënd." Pastaj u kthye dhe shkoi, kurse buzëqeshja nuk u hoq nga fytyra e Muaviut, për dallim nga djali i tij Jezidi, i cili ishte zemruar shumë nga sjellja e liderit fisnor. Jezidi tha babait të tij: "Çka po ndodh me ty, o baba? Ky njeri po të kërcënon me përdosje nderi, kurse ti po qesh." Muaviu nuk u përgjigj fare në pyetjen e djalit të tij. Pas një kohe, ndodhi ajo me të cilën lideri i fisit e kërcënoi halifin Muavi radiallahu anhu. Përkatësisht, njëra prej deveve të Muaviut kishte ikur përsëri dhe kishte hyrë në pronën e liderit të fisit dhe kishte kullotur aty, edhe ai përsëri vjen tek Muaviu radiallahu anhu dhe i thotë: "Ti, me të vërtet, e ke kapërcyer kufirin duke më poshtëruar mua. Deveja jote përsëri hyri në pronën time dhe unë e therr atë. Pastaj e poqa dhe e hëngra me familjen time. Dhe ja, kam ardhur për të informuar për ato që kam bërë." Muaviu vetëm qeshi me të dhe i tha: "Unë qëllimisht e kam çuar deven te ara jote, që ti ta therrësh dhe ta hash, dhe ajo është dhurat nga unë për ty dhe për familjen tënde." Në atë moment, fytyra e liderit të fisit ju skuq nga turpi dhe kërkoi falje duke e puthur tokën para këmbëve të Muaviut. Pastaj u betua për besnikërinë ndaj tij dhe e njohu atë si halif të muslimanëve së bashku me të gjithë anëtarët e fisit të tij. Pas kësaj, Muaviu e thiri djalin e tij Jezidin dhe kur ai erdhi, Muaviu e informoi për atë që kishte bërë lideri i fisit sirian duke i thënë: "Dije, o biri im, se buzëqeshja është shumë më e mirë dhe më efikase se sa përdorimi i forcës. Unë e arrita qëllimin tim pa e përdorur shpatën, sepse nëse do ta kisha përdorur shpatën, nuk do ta kisha arritur qëllimin plotësisht, sikurse që e arrita në këtë mënyrë."